Anton Meunier, student nga Universiteti i Caen në Francë, është një nga të rinj që këtë vit ndjek studimet në Universitetin e Tiranës në gjuhë të huaja. Ai thotë se zgjodhi Shqipërinë për të përjetuar diçka ndryshe nga vendet perëndimore ku shkojnë zakonisht të rinjt. I came to Albania because Erdha në Shqipëri sepse doja të përjetoja diçka ndryshe nga Franca. Mendova se po të shkoja në Gjermani ose Angli nuk do të ndihesha kaq mirë sa të vizitoj Ballkanin. Është hera e parë që universiteti ynë sjell student në Tiranë. Ndaj mendova se do ishte një mundësi shumë e mirë për mua. So I thought it was a great opportunity for me. Anton tregon se është ndjerë i mirëpritur teksa pohon se do të vizitoj vende si Durrësi, Vlora apo Berati për të njohur më shumë historinë e Shqipërisë. To be honest, I don't think so. Të them të drejtën, nuk mendoja se do e vizitoja edhe pse për kulturën dhe historinë që mbar të vizitosh Shqipërinë është shumë interesante. Ama ne nuk dim kaq shumë për Shqipërinë. Kur u thoja për Shqipërinë miqve të mi nuk e dinin për vendin, ashtu si edhe unë. Sipas një raporti të Eurostat, vendi ynë mirëpriti rreth 2000 studentë të huaj të ardhur nga vendet e Europës, pjesa më e madhe të cilëve nga vendet e Ballkanit, ndjekur nga Italia.